Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Shtëpi bari në Australi, Elvis Pupa në Arati, bashkëshortja e tij para drejtësisë. Aktori i njohur i humorit Elvis Pupa dhe bashkëshortja e tij Belina Pupa akuzohen për kultivimin e 43 bimëve kanabis në një banesë në Ascot Park të Australisë. Sipas raportimeve nga mediat e huaja, Belina Pupa është arrestuar nga autoritetet australiane, ndërsa aktori është shpallur në kërkim pasi thuhet se është larguar nga Australia, ku ata jetojnë prej vitesh. Belina ka dalë në gjykatën magjistrale të Adelaide, por ende nuk ka paraqitur në një deklaratë fajësie për 2 akuza, një për kultivimin e kanabisit dhe një për ndërhyrje në furnizimin me energji elektrike pa leje. Të martën më 20 maj, para gjyqtares Natalie Brown, avokati mbrojtës kërkoi një liri me kusht për Belina Pupën që t'i lejojë të udhëtonte jashtë vendit për arsye pune. Kërkesa është refuzuar për shkak të seriozitetit të akuzave, ashtu edhe për shkak se partneri i saj, i bashkëpandehur, është ende në Arati. Ne po kërkojmë partnerin e të pandehurës dhe kemi informacione që ai është larguar nga vendi, thon gjykatësit. Gjyqtarja mësohet se shtyut çështjen dhe e la Belina Pupën në liri me kusht që të paraqitet përsëri në gjykatë javën e ardhshme. Zonja Pupa është punonjëse sociale dhe terapiste me një biznes ndërkombëtar. Ajo punon me klient nga e gjithë bota, kryesisht me prejardhje shqiptare. Klientela e saj ndodhet në Shqipëri, Amerikë dhe Australi. Ajo udhëton për rreth 3 muaj çdo vit për të qëndruar në Shqipëri dhe zhvillon punën e saj në media. Sipas dokumenteve të gjykatës të siguruara, Pupa dyshohet se ka kultivuar bim kanabis nga data 1 janar deri më datën 4 prill të këtij viti. 39 vjeçaria ka mbi 80.000 ndjekës në Facebook dhe Instagram, ku poston përmbajtje që synon të ndihmojë njerëzit të gjitha moshave të përmirësojnë mirëqenien, shëndetin fizik dhe atë psikologjik. Në faqen e saj zyrtare, ajo përshkruan veten si një person me një përvojë të pasur në drejtimin dhe transformimin e shërbimeve të shëndetit mendor, si në Shqipëri, ashtu edhe në Australi.